Vincent van Gogh, i lindur më 30 mars 1853 në Holland, është një nga piktorët më të njohur në histori. I njohur për ngjyrat e tij të guximshme, thellësinë emocionale dhe penelatat ekspresive, Van Gogh krijoi vepra që depërtojnë në kompleksitetin e përvojës njerëzore. Pavarësisht genialitetit të tij, ai përjetoi luftra të mëdha të brendshme dhe vështirësi financiare, për shkak se shumë nga veprat e tij nuk u vlerësuan gjatë jetës së tij. Një nga krijimet e tij më ikonike, Natë me yje, lindi nga një kombinim i shkëlqimit të tij krijues dhe trazirave personale. Vincent van Gogh nuk ishte vetëm një piktor me një krijimtari të jashtëzakonshme, por edhe një individ thellësisht shpirtëror, besimi i cili ndikoi në jetën dhe punën e tij. I lindur në një familje të përkushtuar protestante, Van Gogh fillimisht synonte të bëhej pastor dhe madje shërbeu si misionar mes minatorëve të qymyrit në Belgjik. Dëmshuria e tij e thellë për të varfërt dhe ata që vuajnë pasqyronte kuptimin e tij për dashurinë dhe vetë sakrificën e krishterë. Letërkëmbimet e Vincent van Goghut tregojnë një besim të rrënjosur thellë në Zot dhe një admirim të madh për bukurinë e krijimit, të cilin ai shpesh e konsideronte si një pasqyrim të hynores. Për Van Gogh, arti ishte një medium përmes të cilit ai shprehte mrekullimin e tij për botën e Zotit, duke kapur bukurinë dhe shkëlqimin e natyrës. Vlerësimi i tij për krijimin e bëri atë të shkruante: "Nëse dikush e do vërtet natyrën, gjen bukuri kudo." Duke theksuar aftësinë e tij për të parë gjurmët e gishtave të Zotit edhe në detajet më të vogla të botës natyrore. Ky këndvështrim i dha atij një ndjenjë të thellë qëllimi, duke frymëzuar të portretizonte lavdinë e krijimit dhe të ofronte dritë dhe shpresë përmes punës së tij, edhe në momentet e tij më të vështira personale. Në kohë dëshpërimi, Van Gogh gjente ngushëllim duke kthyer mendimin e tij drejt Zotit. Ai njëherë reflektoi: "Më trondit dhe befason gjithmonë që sa herë që shohim imazhin e vetmisë, varfërisë dhe mjerimit të papërshkrueshëm, na vjen ndërmend mendimi për Zotin." Këto fjalë pasqyrojnë aftësinë e tij për të gjetur një ndjenjë të pranisë hynore edhe në mes të vuajtjes dhe dëshpërimit. Kjo lidhje me Zotin u reflektuar gjithashtu në artin e tij, përfshirë pikturën e tij ikonike, Natë me yje, e krijuar gjatë një periudhe më të errët të jetës së tij, në vitin 1889. Skena e maknishme fton për reflektim. Cili është mesazhi që dëshironte të na përcjellte Van Goghu nëpërmjet kësaj kryevepre me qiellin e lakuar dhe yje të ndritshëm? Pika e parë e mesazhit të kësaj kryevepre është madhështia e krijimit. Yjet e ndritshëm dhe lëvizjet e gjalla në qiell nxisin një ndjenjë të thellë mrekullimi dhe habije. Ata i johojnë fjalët e Psalmit 19:1. Qejt shpallin lavdinë e Perëndisë dhe kupa qellore shpall veprën e duarve të tij. Kryevepra e Van Goghu nxjerr në pa madhështinë e krijimit dhe na kujton krijimtarinë e pafund të krijuesit. Ajo na fton të reflektojmë mbi madhështinë e Zotit, i cili formoi gjithësinë dhe vendosi yjet në vendet e tyre. Pika e dytë e mesazhit nga kjo kryevepër është Zoti si drita në errësirë. Kontrasti i fortë midis qiellit të ndriçuar të natës dhe fshatit të errët e të qetë më poshtë thekson shpresën në mes të errësirës. Jezusi shpall: "Unë jam drita e botës, kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Yjet në Kanevacën duket se ndriçojnë si një dëshmi për dritën udhëzuese të Zotit, e cila përshkon edhe momentet më të errëta të jetës. Pika e tretë e mesazhit nga kjo kryevepër është harmoni në kaos. Vijet e lakuar të qiellit sugjerojnë lëvizje dhe trazira, megjithatë ato gjithashtu përçojnë një ndjenjë ekuilibri dhe rregulli. Ato pasqyrojnë pasiguritë e jetës dhe sigurinë hynore, që edhe në kaos ka një qëllim. Apostulli Paul tek Romakëve kapitulli 8 vargu 28 na siguron: "Të gjitha gjërat bashkëpunojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë."
ashtu si dinamika e lëvizjes në pikturë, prania e Zotit thur kuptim dhe bukuri në kompleksitetin e jetës sonë. Pika 4 e mesazhit nga kjo kryevepër është një ftesë për mrekulli. Natë me yje na inkurajon të ndalemi dhe të mrekullohemi nga bukuria e krijimit. Në Bibël thuhet: kur mendoj qetet tu që janë vepër e gishtërinëve të tu, ënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri njeriu që ta vizitosh? Van Goghu na fton të mrekullohemi për Zotin, i cili është aq i fuqishëm dhe i madh, por ende ka dashuri të papërshkrueshme për çdo njeri. Dhe pika e fundit e mesazhit nga kjo kryevepër është afërmiteti i Zotit me ne. Ndërsa piktura paraqet gjerësinë e qiellit të natës, ajo gjithashtu përfshin fshatin e vogël dhe të qetë më poshtë. Ky krahasim na kujton që Zoti i cili krijoi universin është gjithashtu i përfshirë ngushtë në jetën tonë. Tek Mateu kapitulli 10, vargjet 29-31, na kujtohet dashuria dhe kujdesi personal i Zotit. Edhe fijet e flokëve të kokës suaj janë të numëruara. Kjo do të thotë që i njëjti Zot që vendosi yjet e mëdhenj në vend, ecën me ne në jetën tonë të përditshme. Duke reflektuar mbi natë me yje, ne kujtojmë një Zot që është njëkohësisht i pafund dhe afër, madhështor dhe i dhemshëm. Piktura na ndes një ndjenjë mrekullie për krijuesin dhe për dritën e tij, që na udhëheq përmes errësirës së jetës. Është një ftesë për të besuar tek Zoti, që formoi yjet në qiell dhe na mban secili për nesh në duart e tij. Nëse ndonjëherë jeni mrekulluar në një qiell plot yje dhe keni ndier diçka që zgjohet brenda zemrës suaj, ndoshta është një prekje e pranisë së Zotit, duke ju ftuar të shikoni përtej dhe të afroheni më pranë tij. Le të mbetet kjo pikturë në zemrat tona si një pasqyrim i dritës, shpresës dhe dashurisë së përjetshme të Zotit në jetën tona. Nëse ju interesojnë kryeveprat e tjera të artit me mesazhe, na kontaktoni në WhatsApp ose Viber në numrin 069 28 48 122.